Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falendrojmë Allahun azza wa jall. Salavatet dhe selamet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Jetojmë në një kohë e cila i ka shumë të mira. Do thënë mjetet e komunikimit janë të cilat i kanë lehtësuar njerëzve shumë gjëra. Unë është me ndigju një njeri edhe me pa, do thënë, fotën e tij, edhe zonin edhe fotën, duke qenë ai në një skaj të botës ti, në një skaj tjetër të botës. Po edhe mjetet e transportit duke nisë për aeroplaneve edhe më të poshtë. Do thënë ato janë të cilat ju kanë lehtësuar jetën njerëzve. Zhvillimi i teknologjisë është, do thënë, në avancim e sipër, sa që ka dalë edhe kja inteligjenca artificiale, sa që njerëzit po flasin se në të ardhmen ka me konë robotat ata të cilët kanë mbisundu njerëzit, kanë kontrollu njerëzit apo jo. Kjo kohë, do me thonë, është kohë e cila i ka të mirat e sajna, me thonë ju kanë lehtësuar njerëzve jetën e tyne, mirë po në anën tjetër edhe ka atë aspektin negativ, sepse shumë për njerëzve po ankohen për çështje të ndryshme, mirë po në po du me përmend një çështje që përmend ndërlidh këta me temën, më thonë sot njerëzit janë të shpërqendruar më shumë se sa kurrë. Ma përpara nëse njerëzit janë anku se nuk kanë pas koncentrim, s'ka mujtë më koncentru kur kanë lexuar ndonjë libër ose kur kanë dashur me bën ndonjë punë caktuar, sot edhe koncentrimi ose mos koncentrimi, shpërqendrimi është edhe më i madh. Kjo tash ka arsye të ndryshme, njerëzit edhe kanë përmend arsye të ndryshme, ritmi i shpejtë, do thonë i gjërave, i trendeve, saqë edhe disa prej studimeve kanë treguar që njerëzit sot edhe ecën më shpejt edhe flasin më shpejt. Për arsye se çdo gjë, do thonë ka nis me u shpejtu. Po në anën tjetër, edhe gjërat e ndryshme teknologjike po bëjnë që një vjedh vëmendjen njerëzve. Dhe njerëzit për shkak të vjedhjes së tyre të vëmendjes po mundën më koncentru, sidomos kanë problem gjeneratat e reja me koncentrim. Fëmijët e vegjël që s'mundën më koncentru edhe duke ndëgjuar mësuesin ose duke ndëgjuar dikon tjetër. Edhe sot në jetën e përditshme, domethënë, takohesh me njëri, nuk mundet me nejt me ty me të ndëgjuar bisedë pa nxjerr telefonin edhe pa shikuar pak telefonin, mos ka ardhur ndonjë mesazh ose diçka mos ka ndodhur. Se kështu njerëzit janë bërë varur prej teknologjisë. Dhe domethënë ka aspekte të ndryshme që kanë ndiku edhe këta, domethënë këto kompanitë e mëdha, sikurse domethënë Facebook e të tjerat, i kanë ato politikat e tyre që sa më shumë njerëzit më mbajt në platformat e tyre, që mos më i lënë me dal për jashtë. Edhe domethënë gjërat janë të cilat janë të studiuar mirë, çush në aspektin mediatik, çush në aspektin, sidomos në aspektin edhe psikologjik, çush më bën njerëzit që me ndajt sa më shumë në këto platforma, për këtë arsye edhe ato raportet e njerëzve njëri me tjetër, domethënë sikurse janë ftoft pak a shumë për shkak të këtyre ngjarjeve, po edhe për shkak të ndoshta individualizmit që u përhapet të madhe, për okupimit më të madh të njerëzve me dunjë kështu me radhë. Po kjo e ka një arsye, domethënë, ose çto që i kallëzova janë arsyet që kanë përmend njerëzit ata studiues. Mirë, po problemi më i madh kjo nëse reflekton kjo vjedhje vëmendjes shpërqendrim edhe në çështje fetare. Një prej atyre gjërave të cilat është më rreziku më i madh që njeriu mos më mund të më përqendru, mos më pas koncentrim është ai lidhja më e fortë e njerëzve me Allahun azza wa jall, që është namazi. Për këtë arsye, unë vetëm e bëna si një hyrje që me trajtu këtë temën e për uljes në namaz, temën e domethënë që njerëzit kanë probleme me koncentrim në namaz, për shkak të punëve, angazhimeve të ndryshme, preokupimit me dunjë. Kjo është një temë që ndoshta na do t'i përmendim me lejen Allah azza wa jall shumë prej gjënave, për shembull prej aty në rasteve të selefit, mirë po nëse ato vetëm i përmendëm, mund të thonë se Allah i shpërbleft që këto kanë
kanë pas ata punën e vet, janë koncentruar në namaz, kanë harru vetëm kur kanë hyrë namaz, kanë filluar namazin e tyre namaz yatsis, pastaj kanë përfunduar në namaz sabahit, diku ndoshta i duken edhe sikurse që janë ngjarje që s'janë për kohën tonë. S'janë për kohën tonë se ndoshta shumë pak as për këtyre njerëzve gjejnë që janë kësaj. Janë kësaj. Mirë po, edhe folsi, edhe dëgjuesi në përgjithësi, domethënë nuk është që flet për këtë çështje, unë po flas për aspektin tim personal, domethënë që kemi arrit në çfarë farë, domethënë bile ose minimumin e atyre që për shembull janë përmend nga selefi. Mirë po, kjo nuk do të thonë që me trajtu temën, me përkujtu veten secili për nevësh. Domethënë me përkujtu veten me këto ngjarje, me këto që do të flas, për arsye se her pas here kemi nevojë me përkujtu në mënyrë që me arrit ai far koncentrimi edhe më i madh në namaz, sepse shka thonë dietarët, konisën nga Ibn Qayyim edhe të tjerë kanë thonë se për koncentrimin në namaz, për uljen në namaz, khushui që quhet, se khushui ka kuptime të ndryshme. Mirë po, ne po flasim vetëm për khushuin në namaz, domethënë për uljen në namaz, koncentrimin, për kushtimin në namaz, është një çështje kryesore edhe ajo është ajo esenca e namazit. Domethënë njeriu mundet me fal namazin në aspektin e jashtëm, mirë po përderisa nuk është i përqendruar, atëherë është sikurse një kufum, një trup i vdekur që s'ka shpirt. Në vërtetë domethënë është ekziston si kufum. Ajo që ai jep shpirtin në namazit është ajo domethënë përqendrimi në namaz. Dhe përqendrimi në namaz është dihet, s'ka ndoshta nevojë edhe me sqaru pak a shumë se çka është për qëllim. Domethënë kur njeriu futet në namaz me tekbirin fillestar ose përgatitet para se me ardh në namaz për me dal për Allah Azza wa Jall, kjo për ulje ndikon që me madhru, domethënë Allahun Azza wa Jall, me shpresu te ai, me u fregu pe tij, me pas parasysh domethënë ato që po i lexon edhe po i thot pe ajeteve kuranore ose pe dhikrave të ndryshme, po edhe pe pozitave të vet namazit, domethënë ajo pozita rukus, sejdës, qëndrimit në kom, domethënë kaj këto nëse mediton njeriu mundet me arrit që mu për ul në namaz. Pastaj aty ka kategori të ndryshme, drejgje. Dikush për njerëzve arrin spaku, nëse arrin me për ul në namaz, ka me arrit ata që me luftu shejtanin që ai mos me cyt dhe me shpërqendru. Domethënë kjo është aty për aty në minimumi, përderisa te disa për njerëzve është maksimumi ndoshta. Domethënë me arrit që me luftu vetveten e vet. Her pas here ndoshta shpërqendrohet, i kujtohet diçka për punës, për mësimit, prej asaj që ka u konë duke bo më herët, mirë po, domethënë qëllimi është se kjo është diksa për njerëzve është minimumi, sikurse te rasti selefit, mirë po tek ne ka ardhur ajo çështja që është maksimumi. Për arsye se shumë pak për njerëzve arrin ato gradat pak më të larta, domethënë që me harru veten në namaz, me harru vetveten tonë në namaz, sikurse njerëzit të ndryshëm kur bëjmë çështje të ndryshme edhe në aspektin e dunjas. Për shembull, ka ndoshta pikturë të ndryshme, për shembull kur dëshirojmë me pikturun ndonjë pikturë, ata futen aty dhe harron veten se urdhët tona. Ajo është një çështje, domethënë të dunjas. Mirë po edhe kështu është çështja e ahiretit. Domethënë çështja e ahiretit kur futet në çështje në kërkimin e diturisë, për shembull, dikush fillon me lexu dhe harron sa orë i ka lexu. Përderisa tjetri për shembull, thot kur po du me përfundu sa më shpejt leximin, se s'po më rrihet, domethënë s'mundet me qëndru pa këshir edhe një herë WhatsAppin ose rrjetet sociale pa i këshir. Për këtë arsye, për shembull, që thot më kujtu një detaj që kam përmend, thonë njerëzit, domethënë sa kanë problem me çto shpërqendrimin, do thonë me shpërqendrimi reflektohet edhe në ato se njerëzit nuk kanë koncentruar as në punët e tyre. Domethënë bëhen shpeshherë shputje të njerëzve nga puna. Dhe sipas një farë studimi kanë thonë që i vjen 23 minuta për më u kyç përsëri. Për më kyç përsëri në punën e tyre. Sa herë njerëzit për shembull shpërqendrohen në punën e tyre. Jo më në çështjet fetare, por në punën e tyre që ka për obligim, ndoshta dikush e ka për pas janë, po pas smunat me bë sapo pa këshir diçka, domethënë pa këshira diçka për rrjeteve sociale. Pra kemi të bëjmë me khushuin në namaz, një pjesë e madhe ndoshta aty në që është marrë për fjalëve të Ibn Qayyimit edhe dietarëve të tjerë. Edhe ata
kanë marrë për atyne të mëhershmeve. Mirë po një pjesë e madhe e Ibn Qayyimit, nëse thojmë se Ibn Qayyimi kur ka folë për namazin, ka thonë çështu. Një pjesë e madhe është edhe për jetim. Për arsye se Ibn Qayyimi është ditë në sa i përket jetës së tij që ka bë, domethënë ata që kanë përshkruar jetën e tij kanë përshkruar se kur hin namaz ai pastaj ka vazhduar ka zgjat shumë namazin, saqë edhe shokët e tij, nxënësit e tij kanë folë atina pse pas zgjat as shumë namazin. Mirë, ai nuk e ka toleruar një gjë të tillë, domethënë që dikush më thonë edhe pastaj më ndërprej ky me ndërprej atë namaz aq sa domethënë sa ka dashur, më pak se sa ka dashur dhe domethënë ka vazhduar. Ibn Qayyimi domethënë kur flet ose dietarët e mëhershëm kur kanë fol, domethënë ata kanë fol në aspektin edhe teorik, po edhe në aspektin praktik. Për jetim është. Për jetim. Përderisa na flasim më shumë në aspektin teorik, ndoshta dikujt për njerëzve ndikon që ndonjë fjalë e selefit ose ndonjë hadith ose ndonjë ajet kuranor bën të ai që me zgju ose me ndiku që më shumë më për ulë në namaz, sepse thamë është sigurisë domethënë shpirti për trupin. Ibn Qayyimi rahimahullahu ku thotë njeriu, njëri prej aty në fjalëve të Ibn Qayyimit rahimahullahu, thotë njeriu kur të ngritet në namaz edhe s'ka për ulsi, s'ka khushu në namaz, atëherë kjo i bën sigurisë ti kemi dhënë hedije dikujt, mirë për jap dikujt një far kufume. Nëse jap dikujt një kufum hedije, ajo konsiderohet hedije, s'konsiderohet hedije. Domethënë kam ta gjujt për fytyrë. Edhe për këtë arsye, domethënë kjo çështje namazin na falem për Allahun azza wa jall. Allah azza wa jall ja kthen mbrapsht edhe jo përplas për fytyrë plot njerëzve. Se është sikur se kufum, nuk ka gjallërinë në ta, nuk ka shpirt në ta. Kjo thotë domethënë shembulli i njeriu i cili e falçan namaz, mirë po s'ka për urshmërinë në ta, dhe pastaj namazi i tij është sikur një kufum, ose për shembull thotë është shembulli i atina njeriu i cili ka dalë për Allahut azza wa jall dhe nuk është i përqendruar. Është sikur se shembulli i njeriu i cili ka shkuar te një pushtetar, te një sundimtar i madh dhe ka dalë para tij. Ai sundimtari i flet, ky kthehet majtas, djathtas, nuk e dëgjon, edhe nuk e din çka po flet ai. Atëherë thot paramendoni se çfarë nënshmimi domethënë i ka bë atina sundimtarit. Kur ai flet ty vazhdimisht ti, domethënë kthehesh majtas, djathtas, as si e koncentruar, çka është të thona, çka kërkon pe teja, as çka po të flet në përgjithësi. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, domethënë është kështu është edhe gjendja kur njeriu del domethënë para Allahut azza wa jall. E më pak të pe atina sundimtari, domethënë njeriu i cili ka pushtet, qoftë kryetar, kryeminist tash këtë kohë ose sundimtar mbret, çka dush tu, është do të thotë se ai kemë rënë në sytë e tij, edhe ka më të prezon prej mezhlisit të tina. E lemo që domethënë dikush mundet me konsideruar edhe më të madhe domethënë se e kanë nënçmu ata, edhe mundet më ndoshta më të burgos. Pra njeriu i tillë i cili nuk koncentrohet në namaz, nuk ka kohë për uljen në namaz është sigurisht se ky shembulli i stina njeriu i cili ka dalë para sundimtarit. Domethënë njeriu na dalin për Allahut azza wa jall. E kjo i bën prafërsisht ashtu edhe pse na nuk mundem me krahasu, domethënë krijesën me krijuesin mirë, po ai vetëm e merr një shembull që më parafru njerëzve se çka i bie kur njeriu nuk koncentrohet në namaz. Sa i përket khushues në koncentrimin në namaz, ka shumë gjëra për më fol. Është temë gjon, dietarët kanë shkruar edhe libra të caktuara, po do t'i përmend vetëm disa çështje që kanë të bëjnë me këtë. E para për ty ne, domethënë çka përfitojmë na prej koncentrimit në namaz, na e dim në aspektin teorik. Mirë po kanë ardhur disa për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të citoj si shpejt, masane do të kaloj në një pikë tjetër. Në hadithin e Uthmanit, që është i njoftën, hadithi i abdesit, kur ka marr abdes Uthmani radhiyallahu anhu në prezencë të sahabëve dhe të tabiinëve, për më treguar se çish ka marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fund ka thotë kështu e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar abdesin e pejgamberit alaihi wasallam, edhe thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush merr abdes kështu ose ngjashëm me këtë abdesin që ka marrë unë, pastaj i fal 2 rekate dhe në të cilat domethënë nuk i flet vetvetes, që domethënë nuk përqendrohet, nuk i çon mend tikën tjetër, atëherë Allah azza wa jall ja fal gjinohet e mëhershme. Domethënë, ç'problem kur njeriu domethënë falet është që
i falen edhe gjinohet. Dikush ka thonë pe dietarëve është për qëllim gjinohet e vogla, se nuk është nuk janë për qëllim gjinohet e mëdha, sepse gjinohet e mëdha duhet falen vetëm me tëube. Mirë, po ka për dietarëve kur thonë, të cilët thonë se nëse për me koncentrohet edhe për me fal ashtu, ka mundësi me fal edhe gjinohet e mëdha. Po sidoqoftë është një çështje diskutabile, po i falen gjinohet. Për këtë arsye edhe Ibn Qayyim në një fjalë të tij thotë ka për njerëzve, domethënë që falin. Dhe kur dalin prej namazit të tyre, del, domethënë më i lehtë, nin vetëm më lehtë. Pse? Se çatu për çatu nin atfar lehtësinë që e ka hik atfar barrën e mëkateve, barrën e gjinohave. E nin në far qetësie, në far rahatie, në far zgjerimi të gjoksit. Ibn Qayyim rahimahullahu thotë, për këtë arsye çatu për çatu mundesh me vrejti, domethënë ato ka vrasë nuk çaj namaz, është në rregull çaj namaz, kur del edhe e nin vetëm me gjoks të hapur dhe domethënë e nin që diçka në far barrë e madhe ty tu ka largu. Është barra e gjinohave. Se gjinohat janë ato të cilat njeriu e pengojnë drejt rrugëtimit të Allahut azza wa jall. Domethënë pse njerëzit e ndryshëm për shembull nuk mundën me koncentruar në namaz, njëna prej aty nëse bëj, është edhe që gjinohat janë ato të cilat e pengojnë me u koncentruar në namaz. Janë gjinohat ato të cilat e pengojnë. Për këtë arsye do të më pendu për çetyn e gjinohave. Dikush kërkon dikon tjetër, thotë është puna të problemet të punat e rrjetet sociale ose dikon tjetër. Mirë, po problemi më i madh ka mundësi me kon prej gjinohave. Sa njerëz, domethënë bojnë gjinohe, bile është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po du me ndërlidh edhe një interesant një komentim të një hoxhës, i cili domethënë tregoi për këto reelsat e sodit. Thot subhanallah, sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i ka përshkruar këtë gjendje të reelsave të njerëzve, domethënë interesant është përshkrimi. Tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'ud al-hasir kal-hasir 'udan 'uda. Domethënë fitnet thot ju shfaqen zemrave, fitnet e epshit, fitnet e shubuhateve, domethënë dyshimeve, ju ekspozohen zemrave. Kal-hasir. Hasir është hasra. Hasër, rogaz dikush e përkthen, hasër, hasrat nështë ka dhe në këtë kohë, domethënë janë të përbërën e pej thuprave të vogla. Domethënë është hasër, thupra të vogla që përbëhet një farë hasër, e me cilën njerëzit pastaj kanë dajt ulën mbi ta, se kanë shtruar si qilim ose të ngjashme. Thonë domethënë ato thupra të vogla. Ke hasiri udan, domethënë thupra. Çfarë domethënë kjo? Thotë sikurse domethënë këto që po na ekspozohen nëpërmjet reelsave. Se njeriu veç të bëj scroll reelsave ose shortsave, varësisht prej platformës që ka, domethënë ty të shfaqen vazhdimisht. Domethënë sikurse një ka një, sikurse dal nga dal, domethënë sikur sa i far hasiri që është përmend, hasra, një ka një ato fartuprat, një ka një tu i kësene, mastaj i thot kush i thith ato, atëherë, domethënë ato gjinohat që i thith nëpërmjet, domethënë duke shikuar ato që janë aty, prej femrave, prej ndoshta edhe ndikohet edhe prej shubuhateve, prej dyshimeve, domethënë kush i thith, atëherë ju bëhet një pikë në zemrën e tij. Edhe masanej një pikë tjetër. Ai e përgjithëson thotë subhanallahu, sikurse hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bashkruar domethënë që to që njerëzit vazhdimisht i bëjnë sikurse që ato farthuprat dal gadal të thuprat ka dalë, edhe këtu duke i shfletuar një farë lloj përngjasimi këtu. Që do të thotë se njeriu, domethënë janë ato gjinohat të cilat e pengojnë njeriu për me shku, domethënë drejt Allahut azza wa jall, për me rrugtu drejt Allahut azza wa jall. Shumë për njerëzve në thash, mundohen me gjojt atëfar problematikën diko tjetër. Për dikosh mundohen me gjetë se ka problem, koncentrim, qëto që e përmena, domethënë është njëna për problematikave, domethënë vjedhe e vëmendjes që na kanë marrë këto teknologjitë e sodit, me po njëna prej arsyeve më të mëdha është që njerëzit bojnë gjinohe dhe nuk e dinë që bojnë gjinohe. Menon që e falqet namaz, aty shumë pak ka koncentrim, edhe që ata çaj namaz domethënë ka më shpëtuar, ata është e sigurt në nin veten dyshysh një farë lloj sigurie për veten e tina. E nuk e din domethënë se duke shikuar në mënyrë të vazhdueshme ato farë çka i ekspozohen atina për reelsave të tjera, domethënë zemra e tina ka mush, ka bëu aziz, ka filluar me bëu aziz për shkak të gjinave që her pas here i shikon aty dhe çto pa pengojnë, pa stopojnë që
ai më u përqendru në namaz. Ai më u përqendru në namaz. Po kaloj se Ibn Qayyim e ka një fjalë të tina, thot kush dëshiron me arrit, kush dëshiron me arrit tamam të fal koncentrimin në namaz dhe më kënaq me namaz, do të mi pas parasysh 6 çështje. Domethënë, nëse i realizon këto 6 çështje, thot kam kënaq me namaz. Kam kënaq me namaz, edhe kam arrit atë fal përshmërinë në namaz. E para për ty ne thot sinqeriteti, që motivi i cili e nxit për me fal çet namaz, nuk është diçka dynjas, nuk është diçka e shefasis. Mirë po është vetëm për mu afru te Allah azza wa jall. Për arsye se don Allah azza wa jall, e madhëron Allah azza wa jall, frigohet për tina që kjo është ai nxitsi kryesor i cili nxit për me fal çet namaz. Një, e dyta thot mashhadul mutaba'a ose mashhadul sidq wal nush. Kur njeriu domethënë koncentrohet besnikria, i bën me bekthy sidq wal nush i bën domethënë nasihati ose çiltërsia që ka ardhur dinën nasiha atje. Mirë, po këtu është për qëllim se domethënë njeriu kur të hyn namaz mundohet masanej me tërçënien e tij me u falë dhe me u koncentru në atë namaz. Kjo është e dyta. E treta thot mundohet me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çashtu që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa shtesa, pa mangesa, pa pas ndonjë mangësi. Çashtu që ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos bën ndonjë bidat ose diçka tjetër, as duke mos mangu diçka. Atëherë sepse kjo është edhe një prej arsyeve që domethënë me kon namazi më i pranuar, kur është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e katërt është aja që quhen Ibn Qayyim rahimahullah mashhadul ihsan. Mashhadul ihsan domethënë shkar në hadithin e Xhibrilit. Çka është ihsani që ka pyet, është me adhuru Allahun azza wa jall sikurse pa sheh Allahun azza wa jall. Kur arrin çeta, atëherë shumë lehtë ka me përjetu njeriu namazin. Domethënë në momentin kur lidhet në namaz dhe e din, është sikurse to e paramendu, domethënë sikurse pa sheh Allahun azza wa jall, atë ka tjera ndjenja. Atëherë ka tjera ndjenja. Po nëse s'mundet me arrit atëherë ato të dytën që sikurse Allahu azza wa jall, sepse kjo e para e ndjell ose mbjell dashurinë më shumë. Sikurse pesha Allahu azza wa jall mbjell dashurinë ndaj Allahut azza wa jall më shumë. E dyta, sikurse Allahu po të sheh, e mbjell atfar edhe e kultivon më shumë frikën ndaj Allahut azza wa jall. Kjo është, domethënë, nëse ka parasysh, domethënë atëherë ka me arrit me shiju namazin, thotë nëse ka domethënë çfarçënien e ihsanit. Pasta është mashhadul minna. Mashhadul minna se unë po i bi pak më së shkurt që më kalu edhe në pika tjera. Mashhadul minna ka për njerëzve kur të nis me fal namazin, ai mendon që ai me vetveten e tina është ai i cili domethënë është merit e tina. Për këtë arsye gjin ndoshta njerëzit nuk e shprehin këta me gjuhë, po e shën jetën e përditshme, po po falna. Sikurse ajo është ka bërë një gjë të madhe, sikurse kjo rrjedh pe tina. Thotë nëse njeriu e ka parasysh një çështje të rëndësishme, se ky namaz që ty po ta mëson Allah azza wa jalla, të ka mësuar me dal për Allah azza wa jalla, të ka mësuar me u koncentru. Kjo është ndim për Allah azza wa jalla. Allahu kjo domethënë është begati për Allah azza wa jalla, nuk është prej teje. Në momentin që te e këshirë se kjo është prej teja, i bjen që më të hi ujbi, edhe me llogarit, domethënë sikurse me pas një vetë kënaqësie, me pas diçka se domethënë s'ki nevojë për Allahun azza wa jalla ose të ngjashme. Në momentin që ti e din se që kjo që ke hi namaz, je për ul, të ka mundsu Allah azza wa jall, kjo vetëm ndihmesa Allah azza wa jall, nuk është prej teje, po ndihmes se shkon thon sahabët e pejgamberit alayhis salam, "Laula Allahi mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna." Tha sikur mos ishte Allah azza wa jall, as nuk kishim udhzu. S'kishte më ndodhur udhëzimi, po të mos ishte Allah azza wa jall, ndihmes Allah azza wa jall. Tha wala tasaddaqna wala sallayna. S'kishim më dhona sadakas, as s'kishim më fal namaz. Domethënë kjo është pe Allahut azza wa jall. Kur të ka parasysh këtë, atëherë edhe i atribon hamdin, domethënë falendron ata i cili të kanë ndihmu, që është Allah azza wa jall. E kjo po them tek disa prej njerëzve vrehet, domethënë sikurse ai është diçka ka bëu, diçka të madhe, po në po fona, unë po bëj këtu. Masanej Allah azza wa jall e lën të mbështetet në fuqitë e tina dhe largon ndihmesën e atij. Në momentin kur e din që kjo haku Allah azza wa jall është i madh, dhe Allah azza wa jall ty të ka ndihmuar, se ki merituti,
as ti, as unë, as tjetri, nuk i kemi meritu, po Allah azza wa jall mendimin e tij na po na ndihmon edhe na ka mundsu, atëherë falenderojmë Allahun azza wa jall për këtë ndihmës. Sa i tjetri babaki është me ty, që aty është kënu e zani, që thot hayya ala salah, hayya ala falah, që është prej suneteve të pejgamberit alayhi salam e thon la hawla wala quwwata illa billah, çdo më thon la hawla wala quwwata illa billah, nuk ka ndryshim as forcë përveç se nëpërmjet Allahut azza wa jall, që do të thotë ka njeriu mundësi nga një herë që për shembull me kalu pranë xhamis, po më ndodh ndonjë punë edhe mos marr në xhami. Që aty është afër. I ndodh. Allah azza wa jall që ka mundësu atina. Për këtë arsye thotë sikurse më thonë që edhe shpi namaz që po thret nuk muna me arrit me u bashku me namazin me xhamat përveç se nëse don Allah azza wa jall edhe s'ka ndryshim edhe forcë për këtë ndryshim përveç se Allah që buron nga Allah azza wa jall. Pra kjo domethënë tregon se njeriu duhet me pas parasysh këtë çështje se kur të hin namaz domethënë ka ata që është kjo begati, nuk është pejteje, po është begati pi Allahut azza wa jall, haku është më i madh, edhe s'munësh ti me falendru Allahun azza wa jall çashtu që duhet, se të mirat e Allahut azza wa jall janë shumë më të mëdha, veç për një mirë, për shembull të synit ose diçkaje, atëherë është që s'mundem na falendru Allahun azza wa jall, atëherë e shijon pak më ndryshe. Edhe gjashta të Ibn Qayyim rahimahullah, domethënë meshhad at-taqsir. Domethënë me ndi veten që prap. Edhe me kon ibadetxhia më i madh, edhe me kon njeriu i cili është përqendru, vazhdimisht përqendrohet, e lemo që njerëzit sot një herë me kon që përqendrohen, mas në një javë apo të mu përqendru çashtu që duhet. Domethënë kjo është një arritur kogja e madhe, mirë po, domethënë me kon në mënyrë të vazhdueshme njeriu i përqendruar, i përulur ndaj Allahut azza wa jall, prapse ka mangësi aty. S'mundem domethënë 100% me kon i përqendruar me kry hakun e namazit. Se ka mundësi në disa raste, domethënë që të ik diçka. Dikush me puna, dikush aty, domethënë i bën hesapet e tua gjatë namazit. Këtu janë çështje të 6 çështje që ka përmendur Ibn Qayyim, thotë nëse i ka parasysh njeriu, atëherë ka mundësi me përjetu namazin edhe me përul në namaz. Domethënë na kemi një problem tash. Domethënë problemi për një probleme më të mëdha se njerëzit nganjëherë, e çojnë atfar shumë nalt, e çojnë mirë, po kur të këshirësh në disa çështje më bazike, ngjecën njerëzit. Po flas për përgjithësisë, po flas edhe me njerëzit caktuar se diçka. Domethënë sa për njerëz sot lexojnë Kur'an. Sa për njerëz lexojnë Kur'anin ose sa për njerëz për shembull muslimanëve fetar dimë lexojnë Kur'anin. Mesela sa për njerëz për çdo ditë lexojnë Kur'an, koja shumë. Sa për njerëz meditojnë Kur'an. Edhe xhamiat të cilat janë bërë për me adhuru Allah azza wa jall, ato e gjojnë njerëz me telefona. Duke mos i ashtu edhe vetveten tëmë, edhe domethënë këto mundë me hi edhe vetja jame. Mirë po, domethënë secili për neve do të më shiku vetveten e vet. Ka herë mos më mashtru me ato që domethënë tjetër kusht flet mirë, te din vetveten tonë, te din belil insanu ala nafsihi basira. Secili për njerëzve e din, domethënë është betëshmëtar kundër vetvetes, wala wal qama adira, edhe pse gjojnë arsye time, edhe pse tjerë ndoshta të lëvdojnë, të thonë për ty kështu, mirë po, te din vetveten tonë. Domethënë sa je larg nga raport me Kur'anin, me namazin, me ata, edhe në fund masanej me u përqendruar në do çështje të domethënë dytësore, kjo i bën, domethënë me mashtru vetveten tonë se ki problem ose ti ose unë ai tjetri, domethënë kemi problem me çështje bazike, me çështje domethënë çka namaz apo na kthen Allahu azza wa jall brapsht, apo s'po na kthen, apo na përplas për fytyra, apo na përplas. Apo marrim keq problemin, apo marrim vetëm 1/10, 1/9, 1/8 e kështu me radhë. Domethënë që është shka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, tash shtrohet një pyetje se çish me arrit për ulshmërinë në namaz. Çepi kalej dhe çështje cilat janë disa prej sebeve që largojnë gafletin edhe sjellin për ulshmërinë në namaz. E para për tyne është njohja e Allahut azza wa jall. Shpesh na themi me njoft Allahun azza wa jall me emrat e cilësitë Allahut azza wa jall kështu me radhë me një fjalë, domethënë me besu Allahun azza wa jall, po me njoft. Ibn Qayyim rahimahullah ka një thënie thotë se njohja e Allahut azza wa jall është dy kategori, është njohje për me pranu,
Domethënë njohje e përgjithshme që pranon Allahun Azza wa Jalla si Zot. Mirë po është një njohje më e thellë. Cila është ajo që mbjell dashuri, që mbjell madhërim, që mbjell domethënë frikë ndaj Allahut Azza wa Jalla. Që kjo nëse arrin njeriu, atëherë ka me kon për atyne për me që koncentrohet në namaz, se ndjeh Allahun Azza wa Jalla. Mirë po problemi të na është, ndoshta mund me njoft në aspektin teorik. Mund me njoft në aspektin, domethënë ose dikush e studion akidën ose e studion fein përgjithësi ose çështjet e besimit e studion për me kundërshtu dikon. Nuk e studion për vetveten e tij. Nuk e studion për shembull për çështjen që ai më përfitu, që ka drejtuar Allahu Azza wa Jalla atina, jo tjetër kujna, po atina, edhe tjetër kujna po dikush është për njerëz që në një far aspekti gjithmonë mendon se është kjo për tjetër kujna, s'është për mua. Domethënë njëna për atyne që e sjell përveçmërinë në namaz me njoft Allahun Azza wa Jalla. Mirë po me njoftën e dytë, jo me njoftën e parë. E dyta është me e mjeku ngurtësimin e zemrës. Të gjithë na kemi ngurtësim në zemër. Dikush pak më pak, dikush pak më shumë, ose dikush në disa periudha, dikush periudha të tjera. Tash duhet me këshir shkakun që e sjell ngurtësimin e zemrës, edhe me këshir me largu çat ngurtësim të zemrës. E çysh me largu çat ngurtësim të zemrës? Domethënë njëna prej tyre është që me u rikthy besës që kena dhënë Allahu Azza wa Jall. Ja asaj besës që kena dhënë Allahu Azza wa Jall, që kena më ushtruar Allahu Azza wa Jall, edhe kena më largu prej gjunoheve. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall kur flet për kitabin, për disa për kitabin thotë bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya. Sa ata e thyn besën me Allahun Azza wa Jall, bima naqdihim mithaqahum la'annahum la i bëm lanat, i përzonën prej rahmetit ton. Waj'alna qulubahum qasiya, edhe zemrat e tyre i bën të ngurta. Domethënë kur dikush e thën besën me Allahun Azza wa Jall, që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, atëherë është kjo penjana pe aty në shenjave që domethënë ose pe sebepeve që e sjell ngurtësimin e zemrës. Pra duhet me edhe një herë më ripërsërit besën me Allahun Azza wa Jall, duke i praktikuar edhe duke larguar ndalesave. Duke praktikuar edhe duke larguar ndalesave. E dyta kanë thënë, domethënë që cila se shpesh njerëzit vesin, qysh me hiq që kanë ngurtësimin e zemrave, unë vesh përmerr më nisi, domethënë pika të caktuara, domethënë me bëu dhikr shumë Allahun Azza wa Jall. Edhe ka forma të ndryshme, mirë po një për aty në kryesore është domethënë Kur'ani, edhe dhikret e ndryshme, sa për njerëzve bojnë dhikrin Allahun Azza wa Jall. Dhe gjën që është gjën vakt për çdo çështje përveç se për dhikrin ndaj Allahut Azza wa Jall, ose edhe kur bën dhikr e bën me gjuhë, nuk e bën me koncentrim. Ose e bën atë dhikr se dikush e ka thonë ki mësysh, ose ki siher, ose ki diçka ndonjë gjën, edhe tash ti do të më mbrojt vetveten tonë, domethënë sikurse për dynjë, diçka për interes. Që vëdon me rujt vetveten e tina që mos me godit ndonjë gjën, ndonjë mësysh ose diçka të ngjashme. Domethënë nuk e bën dhikrin që e meriton Allahu Azza wa Jall me bëu dhe ne ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, mirë po për interesat veta, për me rujt veten e tina. Edhe kjo nuk domethënë që domethënë çdo herë është, nuk është e pranuar, mirë po shpesh njerëzit do të çështje i bën për arsye se kanë interes. I ka ndodhur fatkeqësi ose i ka ndodhur kështu që përmendone, edhe pastaj bëhen që për atyre të cilët vazhdimisht bëjnë dhikrin ose i kujdesen ndaj dhikrit. Pra dhikri ndaj Allahut Azza wa Jall. Milon gjinohet, edhe kjo e përmendëm më përpara, e tjetra, më thonë, është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po du me përmend që me largu ngurtësimin e zemrës, se njeriu ka anku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka zemrën e ngurtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë in aradta talyin qalbik fat'im al-miskin wamsah ra's al-yatim. Nëse dëshiron me të zbut zemra, atëherë jep sadaka ose jepi me hunger njerëzve të varfër, edhe fërkoje kokën e jetimit. Domethënë bamirësia ndaj të tjerëve e zbut zemrën. Bamirësia ndaj të tjerëve e zbut zemrën. Masanë edhe ata që kam përmend dietar, domethënë për kujtimin e shumë të vdekjes, të ahiretit, ka herë vdekjen e përkujtojnë vesh kur na vdes dikush i afërm, bile edhe shpesh herë kur shkojnë në për varreza, domethënë çështje të dunjos po i flasëm, me një tjetër ndoshta për shkak se dikush nuk është taku me dikon një kohë të gjatë, ose për çështje të ndryshme, domethënë edhe aty nuk po marrim i brec. Lejmë për çështje të tjera, po flas për një pjesë të madhe, domethënë ka përjashtime këtu, mirë po
njeriu kur të përkujton shpesh vdekjen, atëherë i zbutet zemra. I zbutet zemra dhe kjo, domethënë zbutja e zemrës ndikon që më përul më lehtë namaz. Domethënë me kon më i përulën në namaz. Domethënë që kjo është ajo për qëllimi. Shkurtimisht veç për i përmeni, se mos me zgjat, domethënë sebepet cilat e sjellin përulshmërinë në namaz janë me lexu Kur'anin me detim. Shpesh herë. Unë për vete e kom dëgju shumë me shekh, shumë për i hoxhallarëve duke përmend qëto. Edhe o çuditshëm për një hoxhës tonë, domethënë atje në Medinë duke përmend dash me largu pe gjinoheve, dash me largu pe kësajna, dash me largu ose dash me sjell bereqet, atëre meditoj Kur'anin, çuditshëm, domethënë a njeri o din ata aspekti meditimi i Kur'anit, mirë, po shumë i kushtoj që rëndësi domethënë meditimit të Kur'anit. Njerëzit sot domethënë kanë problem vetëm me lexu. Vetëm me lexu, lemo me meditu. Domethënë vetëm me lexu, më thon sa ke lexu sot. Sa ke lexu sot Kur'an, atëherë mund më thon vallahi s'kam pas vakt, i kam ka dalë do punë, ku pas bashku aty ose dikush tjetër, jo vallahi kam dy puna, s'po puna, po duhet më ardh te shtëpia, mëse ne me dal me shoqëni e kështu me radhë. Domethënë nuk gjom vakt veç me lexu, lemo edhe me meditu. Domethënë njëna prej atyre sebepeve që njeriu e bën me përul, me koni përulën në namaz është, domethënë meditimi i Kur'anit. Pastaj edhe me lut Allahun azza wa jall, më të ndihmu që me u përul në namaz. Që kjo është njëna prej atyre sebepeve kryesore. Domethënë se shpesh harroj me këshirën dhe dosane të çështje të tjera, mirë po me bëu Allahun azza wa jall dua. Që Allah ndihmom se më ka ngurcu zemra, më ka domethënë speshia për namazin e s'po bëhet sebeb ndoshta që ky namaz me u largu pe do veprave të këqija, se shumë për njerëzve, shumë për vllaznive kur i gjen mas një koha që kanë rënë disa gjinave, njëra pesa e veprave me këshir namazin e tyne, se ndoshta se ka vënë namazin çashtu që duhet. So kon sebeb që ai namaz që me largu pe vepra të këqija, vazhdon që të vepra të këqija, bën edhe ndoshta kthehet edhe më keq se sa ka qenë. Kjo është njëna prej atyne, masanej me ngu ose me lexu rastet e selefit, se po thon këtë kohë s'mundem nashta me marr ose rrallë mund me gjetë dikon që me marr model që me thonë që ky është koncentruar në namaz, gjithmonë e gjejmë të përulën në namaz. Sepse ka njerëz që në atë aspektin e jashtë mund me gjetë që janë të përulën, falen mirë, po është rreziku me kanë edhe i namazi, që me thonë khushuën nifak, që kanë thonë largonë që kanë thonë Hudhaifa pe khushuën nifak, do të thonë përulësisë nifakut, që kanë thonë jashtë mja me kanë përulën, po e mbrëmshme zemra me kanë tjetër punë. Sa është për ulën ndaj Allahut azza wa jall. Për këtë arsye kur ti ngan ose ti lexon raste të ndryshme të selefit që kanë gjendje me hin namaz me një ajet kuranor, domethënë çto duhet më nxit. Duhet më nxit për ata i cili ka zemër, e cili ka zemrën e gjallë. Duhet më nxit njeriu që domethënë më koncentruar në namaz, edhe çështja tjetër që shpeshherë kjo po na ndodh neve, sidomos edhe më thon me angazhimin tonë të përditshëm, s'po përgatitemi për namaz ashtu për çu duhet. Domethënë edhe më shku pak më herët, edhe më fal namazin, domethënë ato sunetet edhe pse Allah azza wa jalla kalon, domethënë si për përgatitje. Mirë po shumica për neve, domethënë ose kur shkojmë hapet të çelëm telefonin, ose domethënë nuk përshëndrohemi dhe nuk e realizojmë që ato që duhet, domethënë përgatitje për namaz, ato bile çat sunet me kon përgatitje, ndoshta s'ke mujt më koncentru çaq shumë çat namaz sunet mirë, po bile mundohesh më koncentru farz, si për përgatitje. Domethënë ato para përgatitje për namaz, çto domethënë janë ato çështjet kryesore që mundem me trajtu ose me përmend, edhe pse ka shumë çështje. Lusim Allahun azza wa jalla me na bëjë për atyre që janë el khashiin, që domethënë për ulën në namaz, edhe pastaj ky namaz i tyre ngritet te Allahu azza wa jalla, pranon Allahu azza wa jalla edhe bëhet dritë për neve në ditën e Kiametit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.